Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për aktualitetin politik në vend. Me ne është avokati Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Ka pasur shumë zhvillime, sa i takon sidomos opozitës, një protestë, si e komentoni ju atë protestë në optikën tuaj gjithmonë? Është një protestë që për mua është e lishme. Ka arsye thelbësore për të shkuar protestë, pra janë konsumuar rrugët e tjera, me sa shoh, por që deri tani ka vlet në stadion e mobilizimit, domethënë. Akoma opozita nuk ka dalë me një strategji dhe ka kriju mobilizim, ka dhënë sinjale force, kuptohet, ka dhënë jehon në shtypin e huaj, pra po ta ndikë shtypin e huaj e ka përcjell protestën, pra ka treguar që këtu punët nuk po shkojnë si duhet, por për vetë opozitën të duhet ta kombinoj protestën me qasje më të drejtë ka shi sistemi i drejtësisë. Deri tani ka dërguar kallëzime penale, por duhet ketë një qasje të prerë në raport me drejtësinë, jo vetëm kjo opozitë, por çdo forcë politike, nëse nuk është partnere reale me drejtësinë, domethënë ka shi dukurive me të cilat merr drejtësia, sidomos pjesa e SPAK-ut të QKO-s me krimin organizuar dhe korrupsionin, u mbet besueshmërinë, domethënë. U mbet shumë shpejt rrugës. Pra, kjo do të jetë një pjesë, pjesa tjetër për të punuar në rrafshin ndërkombëtar. Janë hedhur disa hapa, pra është reflektuar, po hapa duhet të jenë aktive jashtë, jo vetëm thjesht si reflektimi i medias. Dhe protestat të formatohet, domethënë mos kemi protest e të shkojmë në shtëpi, po protest me kërkesa të qarta, të sakta, sidomos detin të reformave. Pra, po them një kod zgjedhor tjetër, kemi një ligj për administratën, ndryshime në kodin e punës, çdo person që hiqet nga puna me të padrejtë, se kështu po ushtrohet represioni politik, pra të jetë vepër penale, të përgjigjet ai që me përsipër firmosi heqje me padrejtë nga puna, duke krijuar plag qoftë tek një njeri, ne e thamë dhe çfarë bashkë. Kur vret një njeri, sigur ka vrarë gjithë njerëzimin. Të gjithë nga një person e kemi, nga një njeri e kemi prerë, nga Adami. Shkatrimi i njeriu, një familje, për mua është jam me dhjetra e mira, dhe këto e kanë pasiguria ka ushqyer, pasiguria juridike në tërësi, po dhe e punës, e drejtës, fjalës, e pronës, e ka ushqyer migracionin, që jemi në një pikë që do duhen 10 vite për të rekuperuar të plagë të rëmë. Pra njerëzit kanë zgjedhur të largohen nga gjëja që është më e shtrenjtë, që është dheu. Kështu që unë mendoj që duke vendosur pikësynime të qarta, të cilat do të shërbejnë për korrigjimin e opozitës, pra se dhe kjo opozitë ka shumë për të korrigjuar brenda vetës, i bie që këto reforma dalin dhe kundra asaj që kanë bërë vetë deri dje, po këtu tregon që ka përcyer vetveten, pra është i formatuar sipas kërkesave të kohës. Mendoj protesta duhet të jetë e hapur për njerëz që kanë treguar integritet dhe që ngjallin besim. Kjo opozitë e paqe, duke mbajtur fort atë që ka, nuk e kalon këtë prag, bile ka ardhur në rënje. Pavarësisht, pra këtu jemi në momentin absurdit, pavarësisht që qeverisja është më në rënje vetë, çuditërisht ajo merr vota më shumë se opozita. Pra, duhet të ngjalli besim, ta bëj protestën jo për të treguar vetëm shenja force, por tregoj që fiton, pra të detyroj mazhorancën dhe të gjithë entourazhin politik të votoj këto reforma që themun, që mund të disa, të ndikojnë në ribërjen e sindikatave, edhe të një zinxhiri i tjerë të ndryshimesh, dhe momentin që duhet të kemi një pak në të realizojmë mbas kaq vitesh zgjedhje të lira të ndershme.
pra duke bërë të ligj për administratën, të që thash për kodin e punës e tjerë, nuk do kemi më përdorimin e administratës në zgjedhje, siç është përdorur, në mënyrë pamëshirshme, dhe do të kemi deri diku dhe shanse të barabarta. Shqipëria, dhe pse ka hyrë de jure në rrugën e demokratizimit të saj, de facto është në një tranzicion pa fund, përtej çdo logjike kohore, për 30 sa vite, ta nuk deklarojnë tranzicionin. Tranzicioni duhet të ishte shumë i shpejt, përshtatja nga ekonomia centralizuar në ekonominë e tregut. Vende të tjera e bën. Ishin ata emigrantë si ne, polak, çek, slovak, hungarez e tjerë, po tashmë janë aktorë barabartë me Europën, bile në krahasim me popullsinë si përfaqe që kanë, disa prej tyre kanë GDP edhe më të lartë, për shembull, të marrë se Greqia apo Portugalia apo vende të tjera që kanë qenë tradicionalisht pjesë e tregut të lirë. Kështu që mendoj që ka vend për të mësuar nga dita në ditë, nga protesta në protestë. Si mund Duhet të hapen. ndërmerren këto reforma, zoti avokat, ku pikërisht Partia Demokratike me zotin Berisha ka thënë që nuk do të marrë pjesë në dy prej reformave më të rëndësishme që po diskutohen në parlament, siç është ajo territoriale dhe ajo zgjedhore. Pra, drejt çfarë rruge jemi? Tani ky është ngërçi opozitës, duhet ta gjetë zgjidhje. Unë mendoj që kështu kombinohet. Pra, kam e njoh situatën, kam qenë vetë të paktën deri në 92 pjesë e atij aksioni politik për ndryshimin e sistemit, dhe mendoj që këto janë nevojshme. Edhe nga studimi i doktrinës, edhe duke parë vetë situatën, janë të nevojshme. Çdo përmirësim, nëse do hyhet nesër në zgjedhje me një listë me kohë të ri, pra jo të marrësh 60.000 vota të kesh i deputet, ku të mos varet jo të prenohet, po të mbarohet, jepet fund këtij duopoli politik. Pra, nëse dikur në kohën e vetë kishim monopolin e politikës së zgjedhjeve, tani kemi duopol. Dy partitë e mëdha zotrojnë gjithçka, por në të vërtetë kemi parë që dy partitë e mëdha janë votuar në rreth 42-43% të gjithë elektoratit. Në këto zgjedhjet e 11 majit të vitit kaluar. Pra, të dy partitë e mëdha nuk kanë arritur të marrin për arsye të ndryshme, pse janë shqiptarë jashtë e tjerë, nuk u treguan lojal që të realizonin dhe votimin elektronik, ku shqiptarët që shumicë janë jashtë, pra pretendohet që jemi nga 2.3-2.5 milion banor, fakt më pak duhet banojnë në Shqipëri, duhet votoni. Ndryshe nëse i pret votën, u mbet lidhje e popullsisë me vendin. Në kohë që duhet kish një këmbvështrim për ta përdorur këtë plagë madhe në favor Shqipërisë, se çdo e keq e ka i të mirë. Pra dhe ata vetë të përfaqësoheshin me njerëz nga rreth e tyre, për shembull janë 300.000 shqiptarë në Amerikë, për shembull 10 deputet vinin nga Amerika, ose më tepër. 20 nga Europa. Por ne duhet të ndryshojmë thelbin, qasjen. Të kemi për herë të parë votime të lira, të barabarta, të ndershme, siç do të neni 1 dhe 2 kushtetues. Për palët. Dhe këto votime të sjellin atë që quhet frymëzimi i demokracisë vogël. Vetëm më shumë bëhet gjatë demokracia. A demokracia vogël sot nesër bëhet vendimtare. Por deri tani ata që i besuan sistemit të partitë vogla u zhgënjyen, unë i paremërova disa herë, domethënë, që ky sistem do t'ju japi as votat pas numrin e deputetëve që ju takon ta merrni. Por që unë mendoj duhet qasje tjetër. Pra, nuk më intereson pazari që mund të bëj Rama me Berisha. Interesi njëjt apo tjetër, demokrata njëjt apo tjetër. Mu intereson opozita si koncept i përgjithshëm. Mendoni që ka pazare? Po motori i lëvizjes i kësaj politike nga 90-91 që unë e njoh deri tani është vetëm pazari. Po çosh palët janë ulur bashkë,
kur kanë votuar kodin zgjedhor 2008, 2024, 2025. Edhe ndarjen ekonomike, ata që quhen oligark janë të bërë larguar nga palët, as raporti i vërtet dhe sinqeriteti i politikës qoftë i pushtetit, qoftë opozitë, dallon pra pozit në raport me ta. Kemi një ekonomi të orientuar në pak duar, duke rënuar përfundimisht shtresë të mesme, e cila ka marrë dhe i goditje nga pasiguria juridike, pra imigracioni nuk është i vetëm të njerëzit nevojë, po edhe ka shtresa e mesme. Kështu që unë mendoj që ka nevojë që të rishihet në të gjitha ngjyrat e pikpamjet të qendrimit opozitar. E shoh për te PD-s, nuk e shoh tek PD-a dhe tek Berisha, e shoh për te. Ndryshe nuk do marr, do rrullen dhe më tepër. Ju thatë që partitë e vogla në zgjedhjet e kaluar nuk morën numrat e nevojshëm edhe pse pretendonin, edhe pse kishin vota, le të themi. Por pse nuk po bashkohet e gjithë opozita? Ka një tendencë nga një forum politik, një organizuar nga shoqëria civile për të bërë bashkë gjitha palët, por me sa pam në deklaratat që më syen më pas edhe ditën e djeshme, duket se janë ende larg një bashkimi. Kishte një hapje të zotit Lapaj, por zoti Shehaj duket se ka vendosur një blokad. Tani zoti Shehaj duhet kishte bërë një konsultim në partinë e tij. Dhe për më tepër me njerëzit që kanë votuar. Njerëzit që kanë votuar duan forcat opozita apo jo? Se ai fare mirë mund të thotë që unë po kam këto kushte. Dhe të paktën të binte parimisht dakord dhe pastaj të shqyrtonte kushtet. Zoti Shehaj po ashtu ditën e djeshme argumentoi dhe tha që nuk bëhemi pjesë e një koalicioni të gjerë nga një parti siç tha i Partia Demokratike, që e lufton drejtësinë. Pra kur sulmohen brenda Partisë Demokratike, drejtësia është e keqe, dhe kur sulmohen nga Partia Socialiste, drejtësia është e mirë. Mendoni që qasja që ka Partia Demokratike me drejtësinë her pas here, të paktën zoti Berisha për problemin që ai ka me dosjen e ish-kompleksit Partizani, ka ndikuar në rrëdhosjen e opozitës dhe të kurrjen e saj? Unë ta thash, nëse unë si qytetar i mirë informuar për situatën politike, ekonomike edhe më tej të vendit, do bindem që do të ketë një ndryshim qase ka shi drejtësisë, atëherë po do i bashkojmë protestë. Pra, ajo që më ndan mua në këtë moment është pikërisht kjo. A ka mënyra për të zgjedhur? Mund të ketë. Së pari duhet të ekzistojë vullneti. Ajo që më ka bërë që të lë punët e mia dhe të futem një jetë edhe publike ka qenë drejtësia. Dhe e kam kërkuar mënyrë aktive me procese shumë gjata, shumë të forta, atakuese, me vetdijet plot që nuk kemi sistem drejtësie, po duke provokuar, duke kërkuar të ndërtojmë, shkallë pas shkallë. Pra, në atë moment njerëzit kanë pas frikë të flisnin dhe jo më të bëheshin protagonist për të kërkuar drejtësinë e për të përballë me korrupsionin dhe me një sër veprash penale që shoqërojnë korrupsionin. Kurse sot kemi një realitet tjetër, që njerëzit janë më të vendosur, më të rrimë për të në fjalë atyre, po dhe për të vepruar. Pra, nëse ai ka qenë kallëzimi i parë bërë nga një person apo dy kallëzime që kam bërë unë, tani këto 3-4 vitet e fundit kemi një val kallëzimesh tani. Por njeriu nuk mund dy zohet tani. Kur dorëzon kallëzimet për kundërshtarin politik, spagu është i mirë, drejtësia është e mirë, kur nuk i dorëzon, ose kur kanë të bëjë me ty, tani drejtësia e ka sfidë. I detyruar të mbash një standard, si për vete edhe për kundërshtarin. Si për atë që ke pranë dhe për atë që ke larg. Edhe mua nuk pëlqen kur ka njerëz që unë i kam njoh, i kam dhënë dorën, nga herë preferoj mos flas, po dhe më shkakton problem brendshëm. Se nuk është vetëm
njeriu ja njeh dhe kodi, po dhe, si thush, edhe drejta për shkruar. Mu mos flasi për veten. Që mirë shplasësh dhe për veten, kur është punë e drejtësisë. Pra, ke dalë kësaj pune për Zot, merre parasysh. Gabime bëjnë gjithë, po ku kam folë për njerëz unë i njoh, unë nuk e kam njësoj e kam pas standardin. Si për Metën, për Berishën, për Ramën, për Veliajn edhe për të tjerë socialistë kanë dalë. Se jam paragjikuar që se në atë kohë ishte viti 2014, 15, 16, akoma si ishin hapur petët e lakërojit socialistë. Edhe unë kam pas bindjen që po të kishin dëshkimet e duar në atë kohë, nuk do kishin këtë zollamari këtë kohë. Do kishe bërë punë e vetë dëshkimi. Dhe kjo drejtësia të instalohet dëshkueshmëria ligjore. Dëshkimi të bëhet mësim. Por kur më kam pyetur edhe për këta të tjerë, me të njëjtën gjë, bile edhe çik më i egër kam qenë. Se ajo që po ndodh tani është më emergjente për të ndaluar se ajo që ka ndodhur. Se dhe koha bën vetëm. Para shkrimet të veprës penale, disa raste janë plotësuar etj. Kështu që të ruajmë çfarë mundim. Ka një ide edhe nga brenda eksponentëve të Partisë Demokratike që mendojnë që cikli i zotit Berisha është mbyllur. Një nga ta është edhe zoti Ervin Saljani që ka marrë një lëvizje, ka zhvilluar disa takime në disa qytete të Shqipërisë, do të zhvilloj po ashtu dhe të tjera, duke synuar sipas tij një forcim të opozitës dhe Partisë Demokratike. E shikoni shpresë dhënëse të lëvizje? Jo, çdo debat është e shkruar për radhë parë që kur ka protesta, zakonisht mbyllen debatet parti. Ndikojnë vetë në mënyrë instinktive. Çdo debat, qoftë edhe jo publik, që mund ta bëjmë me njëri tjetrin, ja vlen. Në fundit aty duhet ndryshoj diçka. Se si do ta gjejnë gjurmë me njëri tjetrin, unë mendoj që duhet të jetë një opozitë për te PD-s. Nëse PD-ja do imponojë opozitë vetëm me rregullat e saj, nuk do fitojë. A rrezikon që një opozitë e bashkuar në rast rotacionit do të jetë një mazhorancë brisht? Po do të jetë më pak autoritar. Se ne do të ndryshojmë të ca ligje. S'do e lëmë në mëshirë, se ne në çdo vend botës premtimi publik është detyrim. Edhe konceptin kontraktual. Një premtim, çfarë është kontrata? Një premtim. Është e shkruar dhe pa shkruar, mund të jetë edhe pa shkruar. Tani këta kur dalin atje që japin premtimet, ato duhen shënohen, depozitohen edhe tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe në gjykatë ku kanë bërë regjistrimin si forca politike dhe Ministri i Drejtësisë. Dhe premtimet kanë një agjend me data, me muaj, me vite, me javë. Nëse nuk i mban, shkosh për mashtrim pasaj. Minimumi ke dështuar, jo më pasaj që je mashtrues. Ku janë premtimet e këtyre? Çfarë është hipoteka, peng? Pse si hipotekohen premtimet, programet e këtyre elektorale? Kështu që nuk mund t'ja lëmë më në varësi të vullnetit të tyre. Ne do të krijojmë një mekanizëm që dështove ik. A mendoni që mund të ketë qeveri teknike është një ide artikuluar nga opozita, e kërkuar thuajse nga të gjithë forcat opozitare për shkak të gjendjes emergjente, thon ata që ndodhet vendi. E shikoni të mundur? Po, pikërisht të krizën që kanë dyja partitë e mëdha, se njëra është ish pozitare, tjetra është pozita tani. Kanë bërë që dhe vetë PD-ja, pra opozita më e madhe e sotme, ta kërkoj një zgjidhje të tillë. Unë personalisht kam kërkuar që 2018-19. Se duke parë pikërisht pazarin për kodin zgjedhor dhe tu nuk kanë besim për tani, dhe partitë e vogla që të hynë në çadrën e PD-s ne do të marrin çfarë na takon ne, edhe jo si lëmosh apo me kushtet që mund të bërë PD-ja e tjerë. Se PD-ja ka më shumë parti vogla, PS-ja është konsoliduar e gjitha, që kanë qenë disa parti, gërnat e nënda tjerë në shkrirë, edhe janë konsoliduar në një. Këtu mendoj që është formule e dur në të moment. Pra, po të regohet dhe opozita e pjekur, thot, unë nuk dua tani pushtet, po kërkoj, edhe vetë PD tani po kërkoj një lojë më të ndershme.
Dhe ku mirë të kodit zgjedhor, po ke pjesa e investimeve me këta kriminalë në përkëmb, me këtë mënyrë punësimi, rekrutimit njerëzve në administratë e tjerë, në përndërmarrje e tjerë, nuk shkohet më në përzgjedhje. Pra, janë zgjedhje pa barabarta. Pra, po tjeta qeveri do t'jetë një partnere forte e strukturave të drejtësisë, do të bëjnë eficiencë edhe pjesë tjera, auditime të ndryshme, reforma të shpejta, që nga reforma zgjedhore, pra të instaloj s'mund të tani vetëm PSD kontrollojnë komisionin e zgjedhjeve. Ata kanë konflikt interesi, janë dhe arbitër. Të jenë pavarur. Ne kemi njerëz që mund ta bëjnë atë punë. Të jenë pavarur. Pra, pikët i numëroj rezultatin të hapi një njeri pavarur nga të gjitha forca politike. Shtu komisionet nga komisioni i vogël atje te pika votimit deri te komisioni qendror i zgjedhjeve. Kemi një frenim të fluksit paras nga parat e zeza. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi një reformë për administratën. Kjo është shumë e rëndësishme pra. Kemi një polici të pastruar. Pra, ka ardhur aty ku s'mba mend. Një pjesë e madhe e policisë tani nuk e meriton më certifikimin e besueshmërisë. Pra, gjitha këto do të luajnë rol për të pasur një situatë tjetër zgjedhore. Po dhe një kohë tjetër zgjedhore. Qartë, avokat, po ashtu ne shohim që duke qenë se ka korrupsion të referuar edhe nga drejtësia si nga nivelet e vogla lokale deri në nivelin qendrore shumë të larta, shohim që nuk ka një reagim qytetar të madh. Pse vjen kjo? Apo duke qenë se neve asociohemi edhe me shprehjen që ka populli, hajduti të ketë dorën e mbar. Jo, nuk është kjo. Kanë lodhur qytetarin, e kanë mashtruar palët kaq shumë dhe kanë lodhur sa nuk reagojnë më. Dhe momenti që i kanë bërë zmet mungesës së reagimit, në atë moment thonë që s'ka popull. Po fakt, arsyeja, po e banalizoj pak. Dikush e kishe burin pak të shkathët dhe kështu dhe u lodh gruaja për ta bërë të urtë edhe kur e bëri qinj tha tani po i ndaj se s'bën madh. Këta atë vrullën e popullit e vranë. Diku e blen, diku e tradhtuan, diku e coptuan, diku e ndëshkuan, e mashtruan për 40 ca vite, i ikën 2 breza kusur, e kanë lodh. Çfarë presin ta? Kjurim gati tu gjithë llojeve tyre. Po tregojmë për mbajtur. Po to duhet, po që duam një zgjidhje darit, po në blok, siç është ky entourazh politik, të zhduket dhe mos stet më mbrapsht. Vetëm të shnohet librat e historisë, si të mësojmë që mos e përsërisim më këtë fatkeqësi të tragjedi të këtyre 36 viteve. Me çfarë duhet zëvendësohet? Po me këto filipinezët që merr Rama, me çfarë duhet? Me shqiptarët tjerë që janë këtu. Pse s'ka tjerë këtu? Pra nuk zëvendësohet Rama, se kemi ngritur kultin e Ramës, nuk zëvendësohet Berisha pa zëvendësueshëm, aty mbajnë idhujt e rem. Po të ysh besimet e kupton që gjëja më e keqe është idhujtaria e rem. Pra të shkosh ti të zëvendësosh parimet e Zotit me këta që nuk janë mbajnë fjalën as vetes, as familjes tyre, as bashkëpunëtorëve tyre dhe jo më popullit. Zoti avokat, ju jeni afërt me drejtsinë për shkak të profesionit tuaj, mendoni që drejtësia do të godasë së shpejti përsëri? A detyrë ka. Unë jam që të punoj 24 domethënë. 24/7 bile, edhe ditë shtunë e diele. A detyrë ka. Është shpresa kryesore, se po nuk ndëshkuan atje, nuk mësojnë ta. Se ata që po gëzojnë pasurinë Ram janë shembull i keq. Dhe ky shembull ndëshkimit akoma nuk ka arritur në nivel të sfidojë të pasurinë Ram. Ju thatë që opozita, Partia Demokratike duhet të përmirësohet dhe në rrafshin diplomatik. Mendoni që diplomacia është fokusuar më shumë tek drejtësia në Shqipëri? Po patjetër se një opozitë e cila nuk siguron kush e keq e kësaj pozite, po marr të kundërtën. E gjithë fuqia ka vajtë lideri, po institucionet po bjerrën. Kur ti ki
zotëria nga pushteti, çfarë do ngelin këtu? Institucione jo, pas PS-jo. Kështu që pushteti është ai që krijon institucione, duke dhënë nga vetja. Që përmban veten, ka mundësi, këta bëjnë çfarë munden bëjnë, nuk bëjnë atë që duhen bërë. Dhe të ndërtosh institucione është i veshë kufi vetes rreth parë. Këtë nuk e kemi parë. Tani për hir të ardhjes pushtet apo të riardhjes për 3 apo 4 pushtet, unë premtoj institucione. Nuk e di, po me që janë shumë vota atje, ata të PD-s duhet ta dinë që ata vetë nuk e marrin dot pushtetin, edhe kjo pjesa tjetër nuk e merr dot, të përçarje fiton kjo mazhorancë po bëhet e papërgjeshme, atëherë të gjejnë gjuhën. Po nuk bën institucione, po si ishin besueshëm. Dhe kjo bëhet duke, prandaj tash, duke kërkuar reforma, por nuk shkohet shtëpi pas proteste, ore reformë. Ka neq nga puna në një pa drejt aty të shkoj. PD lokale, dyta këtë proteste lokale. Se këtu duke çu korrupsionin vetëm tek Rama, i bi që ka vetëm problemi Ramës, se këtu është një antisistemi tërë që po gryen Shqipërinë. Pjesa e Ramës janë ata që bëjnë pazare, pjesa e medias që manipulon, po e marrim oligarkët e tjerë. Ka opozit edhe vertikalisht, po edhe horizontalisht, në gjitha planet. Meru me Ramën, meru dhe me ata Ramat e vegjël që janë atje. Se unë nuk shoh që ka ndryshuar në gjë, domethënë, nepse hyn në një spaket del, pasuritë e tyre nuk po i shohim, po i titërsojnë, po i jepet kohë, dëmtojnë dokumentat, manipulojnë dëshmtarët. Edhe fund fare kush nuk i bën aq vite burg për aq sa kanë vjetë. Pra, fakti që kemi call centera që fitojnë nga 3 milion euro në muaj mashtrim, vjedhje direktor përmjet mashtrimit, në mes të anës, tregon që nuk i kanë akoma ndëshkimis, nuk po merret seriozisht. Kur tapet e derës pakut edhe tyn nga 15 veta në orë në ditë, 20 veta në ditë, në orë, llogarit për 24 pastaj. Me qindra duhet jenë atje, se kështu është shtrirë korrupsioni, bëjë endemik, sistemik dhe endemik. Qartë. Avokat, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për analizën tuaj dhe prezencën tuaj. Faleminderit.